Ishte një nga ato net kur gjithçka dukej e rëndë. Qielli ishte i heshtur dhe zemra ime ishte plot pyetje pa përgjigje. Kisha bërë gjithçka që dija, kisha provuar, kisha luftuar, kisha pritur, por asgjë nuk po ndryshonte. Në atë moment, fjala e pamundur nuk ishte thjesht një mendim, ishte realiteti im. U ula në errësirë, me duart e lodhura dhe mendjen e mbushur me dyshime. Dhe për herë të parë pas shumë kohësh, nuk dija çfarë të thosha në lutje. Vetëm heshtje. Por pikërisht në atë heshtje, ndodhi diçka. Jo një zë i fortë, jo një mrekulli që ndryshoi gjithçka me njëherë. Ishte më e thellë se kaq. Një ndjenjë e butë, por e fuqishme, që më përshkoi brenda. Sikur dikush po më thoshte: edhe kur nuk sheh rrugë, unë jam duke punuar. Ngrita kokën ngadalë. Asgjë nuk ishte ndryshuar rreth meje, por brenda meje diçka ishte ndryshe. Sepse ndonjëherë, kur gjithçka duket e pamundur, është pikërisht momenti kur Zoti është më afër se kurrë. Nuk ishte hera e parë që ndihesha kështu, por atë natë ishte ndryshe. Ishte sikur çdo forcë brenda meje ishte shuar. Nuk kisha më energji për të luftuar, as për të kuptuar pse gjithçka po shkonte në këtë mënyrë. Pse është kaq e vështirë? Ishte pyetja që më vinte vazhdimisht në mendje. Dhe në atë lodhje të thellë, fillova të kuptoj diçka që më kishte shpëtuar gjithmonë. Unë po përpiqesha të kuptoja gjithçka, ndërkohë që nuk isha i thirrur të kuptoja çdo gjë. Disa përgjigje nuk vinë menjëherë, disa rrugë nuk duken, derisa të fillosh të ecësh në to. Dhe ndonjëherë, ajo që duket si bllokim, është në të vërtetë një mbrojtje. Në atë moment, ndjeva sikur zemra ime po qetësohej ngadalë. Jo sepse problemet u zhdukën, por sepse fillova të kuptoj se ndoshta nuk isha vetëm në këtë errësirë. Se ndoshta, edhe kur nuk shoh asgjë, dikush tjetër sheh gjithçka. Dhe kjo ishte fillimi i një besimi të ri. Një besim që nuk kishte nevojë për prova, por për dorëzim. Ndërsa që ndroja në atë heshtje, ndjeva diçka që nuk mund ta mohoja. Nuk ishte imagjinat, nuk ishte thjesht një ndjenjë kalimtare. Ishte sikur dikush po fliste, jo me zë, por drejt në shpirtin tim. Dhe mes gjithë atij qetësimi, një mendim u bë i qartë. Mos ki frikë nga ajo që nuk kupton, sepse unë e di fundin që nga fillimi. Zemra më rrahu më fort, sepse për herë të parë nuk po kërkoja më përgjigje të shpejta, po ndjeja siguri. Sa herë që jeta bëhet e paqartë, ne përpiqemi të kapemi pas çdo gjëje që mund të kontrollojmë. Por e vërteta është kjo: jo çdo gjë është për tu kuptuar, disa gjëra janë për tu besuar. Dhe ndoshta, ajo që po kalon tani, nuk është për të të ndalur, është për të të drejtuar. Sepse kur gjithçka duket e pamundur, është pikërisht aty ku besimi yt fillon të marrë formë të vërtetë. Dhe ajo ndjenjë që po ke tani, ajo qetësi e vogël brenda teje, nuk është rastësi, është një kujtesë, një mesazh që nuk je vetëm dhe nuk ke qenë kurrë. Ka një moment që vjen pa paralajmërim. Një pikë ku ndihesh se ke arritur fundin, jo vetëm fizikisht, por shpirtërisht, ku nuk ke më forcë të shtyhesh përpara dhe as energji për të kthyer pas. Dhe pikërisht aty isha unë. Gjithçka që kisha provuar, dukej sikur kishte dështuar. Planet e mia, përpjekjet e mia, madje edhe shpresa ime po zbehej. Ky është fundi, mendova. Por në atë moment të errët, ndodhi diçka që nuk e prisja. Nuk ishte një ndryshim jashtë meje, ishte brenda. Një qetësi e papritur, që nuk ishte lidhje me rrethanat. Një ndjenjë që më tha: edhe këtu, unë jam me ty. Dhe ajo më tronditi. Sepse në vendin ku mendoja se Zoti ishte më larg, ai ishte më afër se kurrë. E kuptova se ndonjëherë ne duhet të arrijmë në fund të forcës sonë për të zbuluar forcën e tij. Sepse kur gjithçka duket e humbur, është pikërisht aty ku fillon diçka e re. Pas asaj nate, asgjë nuk ndryshoi menjëherë.
Të paktën jo në mënyrën që unë prisja. Problemet ishin ende aty. Situatat që më shqetësonin nuk u zhdukën brenda një dite. Por diçka kishte ndryshuar. Dhe këtë herë ishte e vështirë për t'u shpjeguar. Fillova të ndjej një qetësi të çuditshme. Edhe kur gjërat nuk shkonin siç doja, nuk ndihesha më i thyer si më parë. Sikur brenda meje ishte vendosur një siguri e re. Dhe pastaj filluan shenjat. Jo të mëdha, jo dramatike, por të mjaftueshme për t'u ndjerë. Një përgjigje që erdhi në momentin e duhur. Një takim i papritur që ndryshoi një drejtim. Një ide që më erdhi papritur dhe që kishte kuptim. Në fillim mendova se ishin rastësi, por sa më shumë që kalonte koha, aq më e qartë bëhej një gjë. Këto nuk ishin rastësi. Ishin pjesë e diçkaje më të madhe që po ndërtohej në heshtje. Sepse Zoti nuk fillon gjithmonë me zhurmë. Ai fillon me shenja të vogla, për ata që janë gati t'i shohin. Dhe këtë herë, unë po i shihja. Sa më shumë që vëzhgoja këto shenja, aq më shumë fillova të ndryshoj mënyrën si shihja gjithçka. Nuk po kërkoja më prova të mëdha. Nuk po prisja më që gjithçka të bëhej perfekte për të besuar. Besimi po rritej në heshtje. Fillova të zgjohem çdo ditë me një ndjenjë ndryshe. Jo sepse gjithçka ishte zgjidhur, por sepse nuk ndihesha më i humur. Edhe kur përballesha me vështirësi, diçka brenda meje më thoshte: "Mos u dorëzo, kjo nuk është fundi." Dhe për herë të parë, nuk e kundërshtoja atë zë. E pranova. Fillova të ecë përpara, jo me siguri të plot, por me besim të mjaftueshëm. Sepse kuptova diçka që më kishte munguar gjithë këtë kohë. Besimi i vërtet nuk është të dish çfarë do të ndodh, është të ecësh përpara, edhe kur nuk e di. Dhe çdo hap që bëja, edhe i vogël, më afronte me një ndjenjë që nuk mund ta blija, as ta krijoja vetë. Paqe. Jo një paqe e përkohshme, por një paqe që vinte nga brenda. Dhe atëherë e kuptova. Zoti nuk po më ndryshonte vetëm rrethanat. Ai po më ndryshonte mua. Sa më shumë që vazhdoja këtë rrugë, aq më qartë fillova të shoh të kaluarën time. Gjërat që dikur më dukeshin si humbje, tani dukeshin ndryshe. Dyer që u mbyllën, mundësi që nuk funksionuan, njerëz që u larguan pa shpjegim. Për një kohë të gjatë i kisha parë si dështime, por tani po i shihja si drejtim. Sepse nëse ato gjëra do të kishin funksionuar, unë nuk do t'isha këtu ku jam sot, nuk do të kisha mësuar atë që di tani, nuk do t'isha bërë kjo që jam duke u bërë. Dhe atëherë kuptova diçka që më ndryshoi përgjithmonë. Jo çdo jo është refuzim. Disa jo janë mbrojtje. Zoti nuk të heq diçka pa arsye. Ai të largon nga ajo që nuk është për ty, edhe kur dhemb, edhe kur nuk e kupton. Sepse ai sheh atë që ti nuk e sheh. Dhe ndonjëherë, rruga që duket e mbyllur është ajo që të shpëton. Në atë moment, nuk ndjeva më zemërim për të kaluarën, ndjeva mirënjohje, sepse gjithçka kishte një arsye, edhe kur unë nuk e kuptoja. Pas gjithë atyre kuptimeve, ndodhi diçka që nuk mund ta mohoja më. Gjërat filluan të lidhen mes tyre. Ajo që dikun dukej si rëmuj, tani dukej si një plan. Takime që nuk i kisha planifikuar, mundësi që erdhën në momentin e duhur, ndjenja të brendshme që më udhëhiqnin pa gabim. Nuk ishte më thjesht besim, ishte konfirmim. Sa herë që ndalesha dhe reflektoja, e shihja më qartë, çdo hap që kisha bërë, edhe në errësirë, më kishte sjell pikërisht këtu. Dhe për herë të parë, nuk kisha më frikë nga ajo që do të vinte, sepse ndjeja se diçka më e madhe po afrohej, jo si një ëndër e largët, por si një realitet që po ndërtohej ngadalë. Dhe më e çuditshmja, edhe kur përballesha me sfida të reja, nuk lëkundesha më si më parë, sepse tani e dija, nëse Zoti më kishte sjell deri këtu, ai nuk do të më linte në mes të rrugës. Dhe ndoshta, ajo që po vjen është më e madhe se çdo gjë që kam imagjinuar ndonjëherë. Në atë qetësi të thellë, ku çdo gjë brenda meje ishte ndalur për një moment, ndjeva diçka që nuk mund ta shpjegoj plotësisht. Nuk ishte një mendim i zakonshëm, nuk ishte as diçka që e krijova vetë. Ishte më e thellë, më e pastër,
më e vërtet, si kur dikush po fliste drejt shpirtit tim, pa fjalë, por me një siguri që nuk lë vend për dyshim. Dhe mes asaj ndjenje, një mesazh u bëi qartë: mos u frikso nga ajo që duket e pamundur, sepse unë punoj pikërisht aty. Lotët më erdhen pa paralajmërim, sepse për herë të parë nuk po shihja më pengesat si fund, por si fillim. Çdo vonesë, çdo rrugë e mbyllur, çdo moment kur u ndjeva i humbur, nuk kishte qenë kundër meje, kishte qenë për mua. Sepse Zoti nuk të çon në një vend pa përgatitur rrugën për ty. Dhe ndoshta ajo që po kalon tani nuk është për të të thyer, është për të të përgatitur për diçka që është shumë më e madhe nga sa mendon. Nëse ke arritur deri këtu, ndalo për një moment. Mbyll syt dhe dëgjo këtë me zemër. Kjo nuk është thjesht një histori. Nuk është thjesht një video që po kalon rastësisht para syve të tu. Ka një arsye pse je këtu, pikërisht tani. Sepse ndoshta, ashtu si unë dikur, edhe ti je në një moment ku gjithçka duket e pamundur, ku nuk sheh rrugë, nuk sheh zgjidhje, nuk sheh dritë. Por dëgjo këtë me kujdes. E pamundura për ty nuk është e pamundur për Zotin. Ajo që ti nuk e kupton sot, do të ketë kuptim nesër. Ajo që duket e mbyllur, mund të jetë duke u përgatitur për t'u hapur në mënyrën e duhur. Mos u dorëzo, mos u largo nga besimi, pikërisht tani kur je më afër se kurrë. Sepse ndonjëherë para mrekullisë vjen momenti që duket më i errti. Dhe ndoshta, kjo është nata jote. Nata kur gjithçka fillon të ndryshojë, edhe nëse nuk e sheh ende.